Po. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Në pjesën e parë të këtij emisioni ne do të flasim për disa ngjarje të aktualitetit. Në fakt, për disa ngjarje të aktualitetit dhe sapo kemi një ngjarje të aktualitetit të çasteve të fundit. Kemi një vrasje në Lezhë, në plan të Lezhës. Në plan. Edhe? Plan quhet. Në plan të Lezhës, po. E cila duket është një përplasje mes mes dy bandave dhe një njeri ka mbetur i vrarë. Përpara se ne të fillojmë emisionin që kemi përgatitur në sotme, ne kalojmë te ky moment që besoj është i rëndësishëm. Pa fotur kështu striçë, ju lutem. Zonja Lala, ç'është kjo vrasje në plan të Lezhës në këto çaste që po flasim? Atëherë është një ngjarje e rëndë, Dylli. Falë, mirëmbrëma. Dhe vazhdon. Po. Atëherë është një ngjarje e rëndë që ka ndodhur në plan të Lezhës, bëhet fjalë për viktim ka mbetur një 65 vjeçar, i cili është Gjovalin Prendi, fillimisht ka mbetur i plagosur nga të shtënat me armë dhe rrugës për në spital ka ndruar jetë. Këto janë dhënat më të fundit që vijnë nga policia e Lezhës dhe policia e shtetit. Ideja është që duket si një ngjarje paralajmëruar dhe si një vrasje e paralajmëruar, për shkak se Gjovalin Prendi është babai i Rohan Brahimit, ose i njohur me emrin Sidorel Prendi, i cili është vrarë vitin e kaluar në 9 maj në Athinë, ka qenë ndoshta ndër atentatet më të vështira dhe më të rënda kriminale të ndodhura në shtetin fqinj, sepse janë duke parë edhe të dhënat që vinë nga policia e shtetit. Rohan Brahimi konsiderohej si një ndër kundërshtarët më të përbetuar të Ervis Martinajt, mbreti i Kumarit i zhdukur pa gjurmë, që nga viti 2022 që nga 9 gushti. Përplasja mes tyre ka nisur për lërat e fatit dhe në atë kohë, sipas dosjes hetimore që e kam siguruar dhe zbuluar para 2 vitesh, rezulton që Rohan Brahimi kishte shkuar në besën e një miku të tij tek një nga hotelet në pronësitë e Ervis Martinajt. Në atë kohë atje, sipas të dhënave dhe sipas dëshmisë, ai është dënuar në mënyrë barbare nga Martinaj dhe njerëzit e tij dhe për këtë arsye ka nisur edhe konflikti. Dhe ky konflikt më pas është ndarë në 2 linja, nga njëra anë Ervis Martinaj dhe nga ana tjetër grupi i Rohan Brahimit, i cili u atashua dhe u mbështet shumë fort me Durim Bamin. Ndër të tjera, Rohan Brahimi dyshohej për disa ngjarje të rënda kriminale, siç ishte rasti i atentatit me një të vrarë dhe një të plagosur, ku mbeti i vrarë Kristian Prenqi, që ishte viktimë rastësore, ndërkohë që Ylli Brahimi rezultonte me armiqësi të forta me të, mbeti i plagosur, dhe më pas ka patur dyshohej për përfshirje edhe në atentatin ndaj Gentian Betjas në Larush të Krujës vitin e kaluar. Dhe pasi u ekzekutua Gentian Betja, një muaj më vonë, në Greqi u vra edhe vetë Rohan Brahimi dhe tashmë, për fat keq sonte, babai i tij, i cili jetonte para asnjë mbrojtje, pa asnjë problematik, sepse ai ishte njëri me shumë reputacion në zonë. Unë jam marrë shumë me këtë rast dhe e kam ndjekur hap pas hapi të gjithë episodet kriminale që kanë ndodhur, madje ai ka qenë shumë i hapur dhe ka kërkuar disa herë ndihmë te policia dhe te Ky kush është tani se? Ky është Rohan Brahimi, e ka të ndryshuar, domethënë e ka ndryshuar para se të vrite emrin, sepse emri i vërtet është Sidorel Prendi. Rohan Brahimi. Emri tjetër ky tani? Po, domethënë është vrarë sepse është ekzekutuar në 9 maj të 2024 në Athinë. Ka marrë mbiemrin e gruas, për fat keq ka lënë edhe fëmijë të vegjël. Tani është babai i tij 65 vjeçar, që fillimisht është plagosur dhe më pas ka mbetur, ka ndruar jetë rrugës për në spital. Unë do të updatoj moment pas momenti edhe detajet lidhur me dinamikën e atentatit, nëse do ketë persone të shoqëruar, dhe gjatë emisionit më pas mund të kemi edhe të dhënat detajuar në lidhje me këtë çështje. Ta, se më shkruajnë se edhe këto lëret e fatin mbeten të zezë dhe kanë lidhje kjo? Nuk ishit i vëmendshëm, por ju thash që konflikti mes Ervis Martinaj dhe Rohan Brahimit ka nisur pikërisht për lërat e fatit. Ervis Martinaj në atë kohë i vendosi një gjobë Rohan Brahimit, pra babait viktimës së mbrëmjes së sotme. Rohan Brahimi shkoi të sqarohej në një nga hotelet e Ervis Martinaj dhe u dhunua në mënyrë barbare. Nga ai moment filloi dhe konflikti, por në dijenin time Rohan Brahimi kishte konflikte edhe me një personazh
shumë problematik të botës së krimit nga zona e Tepelenës dhe ishte një konflikt për shkak se sipas të dhënave është një personazh të cilin nuk e kemi hasur shumë në median shqiptare, njihet me nofkën Renu i vogël dhe para një viti Rohan Brahimi, pra krahas konflikteve që kishte merr Vis Martine, ka patur një konflikt edhe me atë që njihet si Renu i vogël, ka tentuar t'i marrë peng Kunati dhe mendohet që ai bëri ekzekutimin, sonte është vrarë për fat keq edhe babai. Babai nuk kishte patur asnjëherë problematika, madje mbaj mend që ai ka shkuar disa herë në institucione shqiptare, ka dorëzuar celular të birit që kishte aty, është përpjekur me gjitha mundësitë dhe mënyrat që kjo sag përplasje dhe vrasjesh të merrte fund, po për fat keq ka shkuar shumë lart, numërohen të paktën mbi 10 viktima në këtë sagën e përplasjeve mes grupimeve kriminale. Në këtë rast, mes këtyre dy bandave dhe për këtë. Dhe të lidhura këto, si që thamë, me biznesin fillimisht ka nisur për lërat e fatit. Dhe më pas e cila vijon dhe sot. Do me të jetë në të zezë. Pa diskutim. Po sot për shumë se ata ishin përfshirë direkt në aktivitet kriminal, Gjovalin Prendi, pra babai Rohan Brahimit, nuk ka patur asnjë rekord në jetën e tij dhe bënte një jetë normale, merre me punë të shtëpisë, dilte normalisht, trokiste në dyert e prokurorisë për kërkuar drejtësi për vrasjen e të birit, madje ka insistuar që nëse djali përpara se të vritet, nëse djali ishte fajtor për një nga ngjarjet kriminale, ai të arrestohej, pra në një farë mënyre ka bërçmos që saga të ndalohej, po për fat keq humbi jetën edhe vet. Kemi në një për të shtruar, ja. Pra, ishte ngjarje ndërruar të shikuese momenteve të fundit, e çasteve të fundit, ku ka në plan të Lezhës, ka mbetur i vrarë, Sidorel Gjovalin Prendi, babai i Sidorel Prendi, ose ndryshe Rohan Brahimi. Po sektatet e nuk mbajnë mend të shumë, edhe sikur ti regjistrosh në kokë, se ndodhin shpesh dhe shumë dhe janë shumë, e kupton? Ndrojnë dhe emra, si shte ti kanë edhe mbi emër tjetër, mbi emër tjetër e gjitha. Dhe ndodhin tani këto, edhe me situatat që kemi ne, janë situatat të tilla që e mbjellin këtë. Tani kalojmë të momenti, bëjmë prezantimin e ekipit dhe kalojmë të ngjarjet e tjera të cilat ne kemi qimtuar për emision e sotme. Mentor Nazarko, mirëmbrëma, faleminderit. Mentor, kryesisht bashkë në këtë pjesë, ne do të flasim për problemin e Kosovës që thonë që nuk bën dot qeveri tani e tjera, po do flasim në pjesën fundore të kësaj pjese, por ti do të marrësh pjesë edhe në momentet e tjera nëse ke për të thënë. Ora Zama, faleminderit shumë Zënja Zama dhe Andi Tela, faleminderit. Tani, fillojmë me pjesën e parë ku peshku i madh tani deri tani është caktuar Lefteri. Filluam me këto senatorin dhe me Velien, që janë ngjarje se këto të kronikës duken si banale, por në fakt janë shumë të rëndësishme të nderuar teleshikues, sepse jeta jonë është e mbushur me këtë lloj ngjarjesh dhe ne do t'i sjellim ato, se përbën një fenomen shumë të rëndësishëm. Atëherë, 7 nga të dyshuarit për aferën e incineratorit Zonja Zama të Tiranës u shpallën fajtor, por morën dënime minimale. Çfarë janë konkretisht këto dënime? 7 nga 12 të akuzuarit nga prokuroria e posaçme kanë marrë dënime minimale vetëm për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, ndërkohë që për disa zyrtar të tjerë dënimi është konvertuar në shërbim prove dhe një prej të akuzuarve është shpallur i pafajshëm. Pritej që dosja dhe afera për inceneratorin e Tiranës të ishte një nga çështjet më të mëdha që do të hetonte prokuroria e posaçme, e cila ishte edhe ndër çështjet e para që kjo prokurori nisi hetimin, por nëse për Elbasanin dhe për Fierin hetimet u mbyllën disa vite më parë dhe çështja besoj është drejt fundit sepse po shqyrtohet edhe në gjykatën e apelit, pra duke marrë një vendim të formës së prerë, te incineratori Tiranës kemi një situatë të dyzuar dhe deri diku qesharake ose paradoksale. Çfarë do të thotë? Kemi një grup të akuzuarish për të cilët ka mbaruar gjykimi në shkallën e parë, por ndërkohë hetimet për inceneratorin e Tiranës vazhdojnë. Prokuroria, kjo do të thotë që prokuroria e posaçme ka hetuar deri më sot vetëm pjesën e dhënies së
koncesionit të inceneratorit të Tiranës. Pra, fazën paraprake, atë të procedurës se si është propozuar për të bërë koncesion dhe incenerim menaxhimi i mbetjeve? Pra sa koka, Ola, që bëhet ndodh kjo gjë? 4 vjetë e 6 muaj. 4 vjetë e 6 muaj. Pra në këto 4 vjetë e 6 muaj ka një, pasi kalojnë 4 vjetë e 6 muaj. Është hetuar vetëm letrat dhe procedura e tenderit si është dhënë dhe aty është gjetur shpërdorimi i detyrës. Jemi shumë okay. Sepse shifrat në tabelat financiare nuk kanë qenë në rregull, kontrata është bërë anshme, nuk kanë mbrojtur buxhetin e shtetit. Madje letrat është vërtetuar që janë bërë nga dyshja Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Por, edhe kështu siç u bë letra, për ta sqaruar dhe për ta kuptuar publiku, siç u bën këto letra që u bën në mënyrë të gabuar, të njëanshme dhe që i kanë rënduar buxhetit të qytetarëve shqiptar, sot prokuroria e posaçme nuk është në gjendje të na thotë kush është përgjegjës për faktin që janë dhënë deri më sot 130 milion euro, nga të cilat 90 milion euro i ka dhënë buxheti i shtetit dhe pjesa tjetër 40 milion euro janë paguar tarifat e dherave nga ndërtuesit. Kush e ka fajin që janë dhënë gjithë këto para dhe nuk ka incenerator? Pra kush ishte ai që nuk e pa që nuk ishte incenerator, por parat u dhanë? Dhe këtë prokuroria e posaçme është duke hetuar akoma dhe ka të bëjë me zbatimin e kontratës koncesionare. Pra, po cili është demi që 4 vjetë e 6 muaj pas ngjarjes, cili është demi që shkaktuar nga kjo aferë? A e dim të, dhe ku janë parat? A gjeti SPAK ndonjë pjesë të këtyre parave? 4 vjetë, 5 vjetë, domethënë. 5 vjetë. Zëre një moment, mendoja një moment, sigur atje në Sharë të ishte një incenerator i ndërtuar, të shkonin për ditë plerat dhe të digjeshin. Dakor? Konsideroje komplet më vete këtë pjesë. Lefterko ka bashkë me 7 persona të tjerë, janë dënuar thjesht për procedurën dhe për firmosin e letrave për dhënien e një kompanie të drejtën për të ndërtuar inceneratorin. Për këto janë dënuar. Pra, është paracaktuar fituesi. Kanë bashkëpunuar me kompaninë, ja kanë bërë letrat gati, kanë bërë gjithë procedurën gati që kompania Mirel Mërtiri dhe Zotos të fitonin këtë koncesion. Kaq. Gjithë pjesa tjetër, mendojë sikur të ishte ndërtuar inceneratori. Është komplet një gjë tjetër. Këta janë dënuar vetëm për shkak të tyre. Për inceneratorin tash, duhet të ishte ndërtuar atje, ne nuk kemi asnjë fajtor për gjithë çfarë ka ndodhur këto vite. Pse nuk është ndërtuar? Ku janë dhënë parat? Kush i ka marrë parat? Çfarë është bërë me ato para? Ne nuk kemi asnjë përgjigje. Ne nuk kemi asnjë përgjigje për përgjegjësit e mungesës së atij inceneratori atje ku duhet ishte. Po përgjegjësi është shumë e thjeshtë. Ja, një minutë. Çiko që më shkruan për shkakun që ke qenë ekspert. Më shkruan në Zef Preçi. Profesor Preçi më shkruan. Në vendimin gjyqësor për inceneratorin e Tiranës, GKKO dhe SPAK rrezikojnë të humbasin edhe mbështetjen publike. Se atë politike nga partitë kryesore kanë humbur. Dënimet e dieshme për inceneratorin e Tiranës meritojnë të analizohen me kujdes nga media investigative dhe opinioni publik. Mbeten të paqarta për mua, thot ai që është një ekspert, këto çështje. Përse është gjykata për kontratën e dherave? Nuk ka qenë për gjykim kontrata e dherave. Po pse? Do ta shpjegojmë këtë fazë. Do ta shpjegojmë. Përse nuk është hetuar zoti Veliaj si nismëtari i kësaj afere? Ne do t'i themi ratë. A ka mundur hetimi dhe gjykimi të gjurmoj paratë dhe është gjetur ndonjë qindarkë në 130 milion eurave të paguara, këtë që bëra pyetje unë? Janë gjetur disa vlera në mijëra euro. A ka mundur a ka ndonjë opinion gjykata dhe SPAK për legjitimin e kontratës inceneratorit të munguar, në tërësi të krijohet përshtypja për qëndrimin tolerant të gjykatës ndaj pjesës politike dhe vendim marrjes për inceneratorin? Ylli, për t'ju përgjigjur. Dhe tjera pyetje që ka. Pyetja e parë është përse nuk është pse nuk ishte në gjykim dhe në vendimin e gjykatës afera e dherave. Me çështjen e dherave, prokuroria e posaçme e ka ende në hetim dhe ka pasur disa masa sigurie të cilat u morën në korrikun e vitit 2024 për disa punonjës të inceneratorit të Tiranës, të cilët bashkëpunonin me policinë bashkiake për të identifikuar pallatet ku po ndërtoheshin në Tiranë dhe për të detyruar ata që të paguanin tarifën e dherave me çmimin që vendoste koncesionari, çmimi i cili nuk ishte i vendosur në kontratë. Ktu kemi dy dëme që janë bërë qytetarëve. Dëmi i parë është për shkak të çmimit të dherave, kostoja e një apartamenti që mund të bliej në Tiranë bëhet më e shtrenjtë, nga ana tjetër, kontrata koncesionare nuk lejon që nëse
ti del mbi planin bazë të realizimit të ardhurave me 30%, ti mbash të gjitha parat vetë, ose duhet t'i ndash me autoritetin kontraktor, në këtë rast me shtetin shqiptar, ose duhet që ta ajustosh çmimet. Dhe në këtë rast, për shkak të mos funksionimit të njësisë monitorimit të projektit, nuk është bërë asgjë. Sa i takon pjesës tjetër, unë mendoj që më e rënda se sa ajo e aferave të dherave është për përgjegjësin se kush nuk pa që nuk ishte incinerator. Ndërkohë që për procedurën e dhënjes incineratorit të Tiranës, besoj se Spaku e ka mbyllur si jetim. Dhe aty dalin dy shkeljet e procedura e dhënjes incineratorit të Tiranës, që është faza e kërkesës dhe letrës që zoti Erion Velia i ka bërë Ministrit të Financave për të parë mundësinë që menaxhimi i mbetjeve të bëjë përmes formulës koncesion partneritet publik-privat, më pas kjo procedurë merret përsipër nga Ministria e Mjedisit, Bashkia e Tiranës atje dërgon dy përfaqësues, zotin Namik Simexhiu dhe Taulant Tusha, të dy të dënuar për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, por që dënimi me sa di është shuar për shkak se kanë mbaruar afatet e dënimit për shkak të paraburgimit ku ndodheshin të dy personat. Dhe shkelja që duhet na sqaroj Spak është nëse marrja përsipër e financimit të inceneratorit të Tiranës nga ana e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, zotit Erion Veliaj, pa marrë miratimin në Këshill Bashkiak dhe pa patur fondet në buxhet, a është apo jo vepër që prek shpërdorimin e detyrës ose jo. Dhe këtë nuk na i ka thënë. A ka hetim për Erion Veliajnë, duhet ta di qartësisht. Ore para Se duhet të... Nuk të përgjigja për parat pastaj, por historia e inceneratorit të Tiranës është një histori, pra janë miliona euro të hedhura dëm, incenerator pra të hedhura, të vjedhura, incenerator nuk ka, sot jemi praktikisht në emergjencë mjedisore, sepse agjencia e administrimit të pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara ka informuar bashkitë që duhet të bëjnë ndarjen e mbetjeve në burim, sepse nuk ka vend dhe kërkon nga qeveria një dritë jeshile dhe nga Spaku për të hapur një vend depozitim të ri, sepse ne jemi akoma në... Ka një emergjencë të madhe për mbetjet. Jemi të qartë, okej. Nuk gjithë problemi, pra sot, ndërkohë që dënohen 6 veta, 7 veta, 7 ishin, sepse unë ndoqa seanca me shumë vëmendje. Tamam sikur të kishin vjedhur një pul, jo që janë shpenzuar miliona euro, dhe ndërkohë pjesës më të madhe të këtyre të panderhurve u shua masa e sigurisë, edhe pse disa prej tyre nuk lirohen për shkak se kanë akuzat të tjera për inceneratorin e Elbasanit dhe inceneratorin e Firit, problemi bëhet më i rëndë sepse edhe sot që ne flasim është duke vijuar afera korruptive. Çfarë do thot afera korruptive? Dini pak në lumenjt rreth rrotull Tiranës dhe do kuptoni që gjatë natës me dakordsinë e policisë së shtetit dhe policisë bashkiake po hedhin inertet, pra gjithë mbetjet ose hapja e gropave për pallate të reja, duke qenë se pjesa e madhe e dherave nuk depozitohen më në landfill, për shkak se nuk ka hapësira, është i tej mbushur dhe nuk ka kapacitet, po ndosin gjithë ambientet dhe kryesisht shtratet e lumenjve. Një, që duhet ketë një hetim emergjent dhe duhet ketë përgjegjësi penale për këtë, e para. E dyta, nuk ka akoma një përgjigje kush është kreu i aferës së inceneratorëve. Sepse Lefter Koka vërtet është dënuar edhe për Firin, është në për Elbasanin, me 6.8 vite burg është duke u rigjykuar për Firin, ka një dënim për Tiranën, por Lefter Koka nuk ishte potencialisht asnjë mundësi reale që të firmoste dhënien e 3 koncesioneve me vlerë miliona euro, nëse nuk do të kishte pasur bashkëpunimin ose dakordsinë e ministrave të tjerë të qeverisë deri tek kryeministri. Pra do thotë emërtimi si quo ose caktimi Lefter Kokës si peshk i madh në këndvështrimin tim është një minus shumë i madh që i shkon spari prokurorisë dhe së dyti gjykatës. Dhe ne kemi ngritur shpesh historinë e hetimit të aferës së inceneratorëve, që është një dosje e pahetuar, sepse vetmja mundësi që kjo dosje të hetohej dhe të shkonte deri në fund dhe të kishte realisht kreun e grupi strukturuar kriminal, ishte të hetohej si grupi strukturuar në një dosje të vetme dhe të zbardhej e gjitha. Ne kemi 10 procese për inceneratorët, sepse kemi Martinin dhe Klodian Zoton që i kemi në kërkim për 3 inceneratorët dhe për marrëveshjen e dherave, për pastrimin e parave, kemi një sër personazhesh në kërkim, kemi zyrtarët Ministrisë së Financave apo ministrive të tjera të cilët janë duke u gjykuar me procese të zakonshme, pra janë bërë 10 fraksione procesesh, por në thelbi cili është
një nuk janë dënuar dhe marrën përgjegjësi penale kokat që ngritën këta aferë korruptive, e projektuan, e ndërtuan, e ideuan, vodhën edhe parat dhe i dërguan offshore, dhe më e rënda këtu është që nuk ka incinerator. Dhe vetmja mundësi që Tirana të shpëtojë nga plerat ose bashkitë e qarqeve është të ndërtohet incineratori. Për të ndërtuar incineratori duhen po aq para se janë vjedhur. Pra do thotë që tek xhepat e shqiptarëve do vijot të shkojë dora sa më thellë që të marrin sa më shumë para, sepse nuk kanë se si ta mbushin këtë grop që kanë krijuar. Dhe sot që flasim, mjafton të shkosh në Sharë dhe të kuptosh që mali i plerave është i tmerrshëm. Dhe askush nuk flet. Qartë, jemi të qartë. Ylli, ajo që thonë zvarritja e timeve të Spakut për çështjen e inceneratorit të Tiranës është që jemi në një situatë emergjente mjedisore, si shtat Klodi, dhe dherat dhe inertet janë duke u shkarkuar në lumenj apo në gropa në periferi të Tiranës. Por kjo nuk do të vazhdojë gjithmonë. Tani, sa më shumë zvarritjen e timet, se minimalisht Spak duhet të kishte pas sekuestrimit kërkonte edhe konfiskimin e kompanisë. Kompania ka kontratën që ka menaxhimin e landfillit të Sharës për 30 vjet. Askush nuk mund të hyjë në landfillin e Sharës përveç administratorëve të Agjencisë së Pronave të Sekuestruara dhe Konfiskuara dhe punonjësve të Kompanisë Integretit Energji BVSPV. Nuk është territori kësaj kompanie. Në momentin që kompania konfiskohet, atëherë i linde drejta shtetit që këtë vjedhje që u bë me 130 milion euro në rregull nuk u gjetën parat, nuk u gjet as fajtori, i vërtet, por të paktën të mos humbë kohë dhe pastaj të bëjmë një tjetër tender emergjent për të ngritur në mos incinerator, ta bëjmë Jemi plotësisht dakord me këtë, domethënë ka një emergjencë të vërtet të madhe me mbetjet dhe situata është mjaft kaotike. Tani, ka hetim për Irin Velien, pse duhet një kohë kaq e gjatë për të konkluduar hetimet, se unë dhe s'marrëvesh nga këto gjëra. Apo edhe Spak rakordon me zgjedhjet, mbarojnë zgjedhjet, filloi kjo puna tjetër, të mbaroi kjo. Belua për shembull, Belin Këlliçi, tha që pas zgjedhjeve e akuzojnë dhe Velien për incineratorin. E tha kot kjo apo? Tani, Lefter Koka është dënuar 6.8 vjet për incineratorin e Elbasanit, 5.8 për atë të Fierit. Dhe është u kthye për rigjikim. Po pra, po është ka marrë një dënim për atë. Dhe aty është dënuar përveç tjerave dhe për korrupsion. Ndërkohë që për Tiranën akuzohet vetëm për shpërdorim detyre, në bashkëpunim me anëtarët e tjerë të komisionit. Dakor? Kjo akuzë edhe parashkruhet. Dakor? Pra kalon koha dhe nuk ka më vlerë si akuzë. I vetmi basti Spakut në këtë rast është që Lefter Koka ka qenë protagonist të dy incineratorët e parë, por tek i treti duket që ja kanë marrë nga dora, nuk është më Lefter Koka. Dhe ndoshta kjo mund të jetë arsye e Spakut që dënon Lefter Kokën vetëm për shpërdorim detyre. Dhe duhet ketë në listë emra të tjerë që janë protagonistët e vërtet të inceneratorit të Tiranës. Përveç dy prestanomeve që drejtonin kompaninë, Mirel Mërtia, duhet të jenë personazhe të tjerë, kryetari i bashkisë, ministra të tjerë, ndoshta kryeministri, por këta duhet ketë hetim të veçantë. Dhe Spaku në fund të kësaj historie, ndoshta edhe mbas 4-5 vitesh, sepse korrupsioni është një vepër e cila ka marzh pritje deri 20 vite për të dënuar. Domethënë kjo kohë kaq e gjatë është e përliqme thoni ju. 4.6 vjet. Korrupsionin mund të kalosh edhe 10 vjet, edhe 15 vjet dhe mund ta jetosh më vonë. Ky është basti i Spakut në këtë rast. Është një vepër, se mendoj që edhe korrupsioni kalon një kohë dhe parashkruhet. Sepse ka afate, ndërkohë vetja mundësi ka shumë më tepër afate se sa shpërdorimi detyrë. Patjetër, pra kjo është për anëtarët e korrupsionit. Vetja gjë që mund ta mbaj hetimin e inceneratorit në këmbë janë dyshimet për një skemë pastrimi të parave. Dhe vetëm kështu skema, pra vepra penale e pastrimit të parave është një vepër që nuk parashkruhet. Dhe do kohë. Patjetër, po është gjithsesi ka afatet e veta. Çështja është që edhe grupi organizuar kriminal. Tela, patjetër, po të ishte për grup strukturuar, nuk ngrihet grupi strukturuar kur të bën 7 procese, duhet ishte ngritur që në gjenezën e vet. Ky është problemi i Spakut, po them, ka ende kohë për të pritur që Spaku të reagojë në raport me zyrtarë të tjerë që kanë lidhje me inceneratorin. Patjetër, paktën te marrëveshja e dherave, ata kanë mundësi potenciale për ta hetuar dhe për të zbuluar realisht krerët e vërtetë të inceneratorit Tiranës. Jo, Klodon mendoj ndryshe. Marrëveshja e dherave është mes Spak duhet të thotë kush është përgjegjës
që parat u dhamë, po nuk ka incinerator. Pastaj janë dherat. Pra kemi 90 milion euro të taksa paguesve shqiptar. E thash pak më herë, Tola, ajo çfarë po thoja unë... Gjithë dherat prevalon kjo. Të lutem, ato e thash dhe mos përsërit atë që thash unë. Ajo çfarë po thoja në këto momente lidhe me këtë, duke qenë se marrëveshjen e dherave e kanë të hapur ndërkohë. Pra është një çështje e pambyllur. Kanë mundësinë ta shtrinë hetimin. Këtë po saktësoja. Lutem mos më ndërprit. Ju lutem. Okej. Përsëris atë që thua ti. Atëherë, unë mendoj që SPAK e ka që tani veprën penale të shpërdorimit të detyrës për faktin që nuk ka incinerator, sepse ka dhe një dëm ekonomik shumë të madh të bërë për buxhetin e taksa paguesve në vlerën 30 milion. 90 milion. 90 milion. Tani, është autoriteti kontraktor, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, që vitet e fundit është drejtuar nga Belinda Balluku, është edhe Bashkia e Tiranës. Të dy këto institucione duhet të kishin emëruar në njësinë e monitorimit të projekteve funksionarët e tyre. Dhe funksionarët shkojnë dhe shohin. Është vënë kjo tu, është ndërtuar incineratori, janë depozituar dherat, janë depozituar mbetjet, sa janë mbajnë shënim. Në bazë të këtyre situacioneve, të cilat më pas firmosen nga njësia e monitorimit të projektit, aty Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, për sa kohë që i ka dhënë parat në formën e grantit Bashkisë së Tiranës për çështjen e mbetjeve, duhet i shoh këto raporte financiare dhe më pas të firmos miliona euro që të shkojnë për llogaritë të koncesionarit dhe të bëhen pagesat nga Bashkia e Tiranës. Kur e ka kuptuar këtë skem, që është një kazan shumë minxet dhe një vepër shumë e madhe penale, Ministria e Infrastrukturës në vitin 2023 hoqi dorë dhe nga granti që jepte Bashkisë së Tiranës dhe sot është vetë Bashkia e Tiranës, pra ka afro një vit e gjysmë, që po jep të gjitha parat vetë. Por përveç Bashkisë së Tiranës, ke dhe Bashkinë e Durrësit, ke dhe Bashkinë e Vorrës, ke dhe Bashkinë e Kavajës, të cilët janë detyruar të lidhin kontrata me inceneratorin e Tiranës. Dhe mua më rezulton për shembull që Bashkia e Kavajës ka dhe çmimin më të lartë për përpunimin e mbetjeve, ndërkohë që është bashkia që ka buxhetin më në krizë financiare krahasuar me bashkitë e tjera. Dhe këto duhet të hetohen që të gjitha. Këto janë bishtat e vegjël nëse mund t'i quajmë kështu, por çështja është kush mban përgjegjësi që atje nuk ka incinerator? Dhe SPAK nuk po e ndan dot këtë. Po me dherat? Jetim për regionin s'kemi thamë. Dherat, tani çfarë po bëhet? Te dherat kanë dalë gjithë emailët se si silli si autoritet kontraktor edhe se si komunikonte me pronarët e inceneratorit. Janë bërë denoncimet që janë bërë edhe nga Partia Demokratike, në fakt janë gjetur nga kompjuteri i Klodian Zotos që ju sekuestrua atje i kishin prokurorët. Pse nuk e pan? Është vendimi i gjykatës për masat e sigurisë të korrikut të vitit 2024 për çështjen e dherave, sqarohet më së miri se çfarë ka ndodhur dhe nuk ka asnjë përgjegjës në nivelet larta. Kanë shkuar parat në media, kanë shkuar parat kudo, por parat nuk janë më. Nga viti 2017 e deri më sot, të gjithë kompanitë e ndërtimit në Tiranë kanë qenë të detyruara nga bashkia dhe policia bashkiake që çdo inerte, çdo fasi dheoshë, ta çonin dhe ta shisnin te incineratori. Nëse do të duaj dhe për të bërë lulishte para pallateve, duhet ta blinin atje. Nuk mund ta çojnë asnjë vend tjetër. Pra, prej 8 vitesh, gjithçka që është ndërtuar në Tiranë, çdo grop ndërtimi që është hapur, çdo ndërtesë që është prishur për të ndërtuar pallate, ka shkuar atje. Çdo lulishte që është ndërtuar në Tiranë, është paguar, është blerë dhe sjell prapë. Pak Tirana është plot me lulishte. Çdo lulishte para pallateve, po them, plot, më dëgjoj pak. Po lulzon shumë Tirana megjithatë. Po të thoj, absolutisht. Gropa e hapur. Kontrata kështu e ka, absolutisht po them që në çfarë drejtëje dërgohesh atye dhe merresh sërish dhe blie edhe Bashkia e Tiranës ku ndërtonte, i çonte atje, paguante dhe përsëri vinte. Dhe lekët i merrte incineratori që ku shkonin pastaj Ola se ajo kjo pra është pyetja, po janë parat. Vlera e dherave, atëherë di çfarë ka gjetur SPAK-u? Ka gjetur vetëm disa pagesa në vlera 20.000 euro, 30.000 euro që janë bërë nga Lituania, nga Turqia dhe nga disa vende të tjera, që janë bërë për avokatët kryesisht të pandehurve që kishte marrë SPAK-u dhe që mbroheshin nga Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Ndërkohë që SPAK hetonte dhe kishte sekuestruar disa muaj para se të sekuestronte inceneratorin e Tiranës, parat e dherave për një pjesë të kamionave që hynin pranë landfillit të Sharrës, merreshin kesh nga administratorët e landfillit dhe i tërgoheshin në arati Mirel Mërtirit dhe Klodian Zotos.
Çfarë bëheshin me këto para? Me këto para paguheshin avokat të mirë që të mbroheshin kundër Spakut këta. Pra, Spaku ishte duke jetuar, këta merrnin parat që të mbroheshin kundër Spakut, edhe të bënin edhe fushata mediatike dhe të blinin mediat, se ne i dim shumë mirë që akoma shumë media financohen edhe vazhdojnë të financohen me parat e inceneratorit të Tiranës. Kjo situatë është. Dhe nuk është inceneratori Tiranës. Edhe në Elbasan dhe në Fier, nuk ka incenerator dhe ka njëjtën situatë mjedisore. Tani, Spaku e ka shumë mirë të identifikuar atje, se si i shkonin emailët, kush komandonte, kush do paguan. Pra i ka letrat, Dherat, i ka letrat, dhe ka gjithashtu edhe komunikimet, edhe disa dëshmi të punojnësve të kompanisë Integrated Energy BVSPV, të cilët kanë thënë që ne kishim lidhje direkte me Policinë Bashkiake dhe me Inspektoriatin e Mbrojtjes së Territorit, në momentin që një ndërtues nuk na sillte dherat, ne i dërgonim direkt policinë që t'i vinte gjobë. Ç'po ndodh Ka bashkëpunim më të madh se kaq. Një polici që paguhet nga taksat tona shkonte dhe bënte rojën e... Ikim nga ky moment, proces do t'jetë ky në Zarko, e kemi proces vazhdimisht, e kemi ne këtë, se ti ke qenë rallë, mund t'i jesh dhe në dendur në studion tonë. Por proces është tani ky, që vazhdon. Po është ballafaqim midis të vërtetave mediatike me ato juridike, disa janë pjesme, disa janë ende të pjesme dhe tash që të gjesh të vërtetën reale, ndoshta duhet t'i bashkosh të dy ose duhet t'i të dyja patjetër. Pa i bashkuar të dyja nuk u gjendet. Po shiko, po të nisish po nuk para bashkohen këtu e kemi fjalën. Nuk i bashkon njeri. Po të dëgjonin për shembull drejtues të Spaku këtë emision, ndoshta mund të yshteshin që ta vazhdonin hetën. Po ne s'mund ta paragjykojmë Spakun, e lavdrojmë ditën, për shembull themi sa të mirë. Jo, ne nuk e ka mendime të tjera, por ne themi që ka arritur dhe po ne themi dhe gjërat të cilat nuk i kuptojmë tani. Ndonjë gjë e bën mirë, ndonjë gjë e bën dhe keq. Themi për shembull që kjo që po diskutojmë deri tani është shumë e pakuptueshme. Është çështje metrit. Nëse Spaku ta zëm, në gjykimin tim ka është treguar ndaj Veliajt shumë i ashpër kur e ka ende nuk e ka të pandehur, po thonë i dyshuar për pastrim parash vlerën e 1 pandehur e ka marrë. Nuk i ka dhënë akuzën, apo ndryshim? I dyshuar është. Si ka caktuar akuzë? Si dyshuar, ende nuk, mendohet pra dyshimi arsyeshëm e tjerë. A nuk është një Spak... Por Lefteri, edhe pse është marrë dhe ai, Lefteri është. Nuk është kaq i mëshirshëm sa këtu, por gjithsesi, pra do duhet pritur mendojmë. Koha juridike është një kohë e cila ndoshta është më e gjatë se... Ne, pritje kemi bërë gjithë jetën, edhe pse pritëm edhe derisa të vdesim, edhe po pritëm dhe derisa të vdesim, nuk është keq, e kupton. Klodi tani hyn në një moment të rëndësishëm ç'po ndodh me Erion Veliajn, e shkurtër është kjo në raport me këtë pjesë e parë që bëm, u raportua se ka patur kontrolle mbi banesën e Erion Veliajt dhe pati dyme që bëhet fjalë për banesën e aktorit Gazmet Paja. Ç'lidhje ka Gazmet Paja tani se ky përveç humorit edhe për kontrolle pse duhet? Atëherë, është e vërtet që Prokuroria e Posaçme ka marrë autorizim në gjykatën e Posaçme për të kontrolluar një ambient që ndodhet një kat sipër banesës së zotit Veliaj, pra nëse e mbani mend herën e parë shkuan tek... Do me thënë kësi kanë filluar t'i kontrollojnë objektet rreth e qark, objektit vetë. Shumë dhe ka të shtata, kontrollojnë dhe tetën. Sa interesante, për mënyrë... Jo se nuk e kuptoj, që ta kuptoj dhe populata. Po. Për ta kuptuar qytetarët, se unë s'mund të them do popullat, populli. Mbi Erion, pra mbi banesën e Erion Veliajt, është një kat, një banesë që ka një kat tjetër. Është përdorur nga aktori që u përmendët zoti Gazment Paja. Aktualisht që ne flasim, atë apartament e ka me qëra një qift libanes i huaj, i cili me sa kanë kuptuar... Si lidhet libanezi me këtë, Gazmet Pajin, si që ka interesant? Jo, apartamenti është me kontrat qeraje dhe kanë 2 shtetas të huaj, në kontakte që kanë patur me njërin nga avokatët e zotit Veliaj. Dhe ky apartament ka rezultuar gjatë përgjimeve dhe ka dyshime të arsyeshme, pretendojnë prokurorët e Posaçëm, që është një apartament që në fakt, de facto, përdoret nga zoti Veliaj dhe zonja Xoxa. Pra, pavarësisht fakti që ka një kontrat qeraje, që aty pretendohet dhe presupozohet që t'jetoj një qift i huaj, pra një qift bashkëshortë të shtetit. 2 libanezët? Sipas prokurorëve, nga të gjitha rrethanat, nga të gjitha dëshmit, përgjime telefonike e të tjera me radhë, rezulton që ky apartament është në kontroll indirekt të zotit Veliaj, pra përdoret në mënyrë të tërthorë të zotit Veliaj dhe zonjës Xoxa. Për këtë arsye, prokurorët kanë marrë autorizimin në gjykatë dhe apartamenti është kontrolluar, ku sigurisht, si në gjitha rastet e tjera, aty janë marrë
përgjithsisht merren celularët, merren këto elektronike që janë laptopet tjera me radhë, sepse normalisht ata mendohet që mund të dalin të dhëna. Nuk ka ende rezultate se çfarë ka dalë nga këto prova, për sa kohë që kërkojnë kohë për të kthyer dhe për të parë me radhë. Dhe ky është një ndër argumentet më të fortë që prokuroria përdori 2 ditë më parë në seancën 2 mujore, pra sepse çdo 2 muaj prokuroria është e detyruar që të jap shpjegime gjykatës se çfarë bën, pra çfarë veprime shëtimore kryen për një person nën hetim. Dhe në rastin konkret, zoti Veliaj me Elmana Bulen dolën përpara gjykatës dhe duhet të njiheshin me të gjitha veprimet hetimore. Dhe prokurori posaçëm Olz Dado tha që kanë kryer 114 veprime hetimore, ku më i rëndësishmi sipas tij është kontrolli i këtij apartamenti, që janë ngritur dyshime që kontrollohet nga zoti Veliaj dhe zonja Xoca, dhe për këtë arsye prokurorët mendojnë që aty mund të ketë prova nga kthyrja e të dhënave, dokumentave të tjerë me radhë. Dhe ndërkohë, pjesa tjetër ka të bëjë kryesisht me kthyrje celularësh, sepse janë sekuestruar ndërkohë dhe celularë të tjerë, me kthyrje dokumentash, me ballafaqim të dhënash shkresore që kanë të bëjnë me dokumenta tendrash, leje ndërtimi e tjera me radhë, si dhe me pyetjen e personave të cilët mendohen se kanë dieni për rrethanat e hetimit. Dhe me këtë argument prokurori, sepse kjo është një nga ato rastet kur gjykata e posaçme nëse konstaton që prokurori nuk ka kryer veprime hetimore dhe situata e personit nën hetim është e ndryshme nga ajo që ka caktuar masën, është seanca tipike që gjykatësi mund të ndryshojë masën e sigurisë. Ndërkohë që prokuroria, edhe pse nuk është përfunduar sepse seanca u shty, prokuroria këmbgul ta mbajë zotin Veliaj nën masën e arrestit në burg duke argumentuar që ditë pas dite nga përgjimet dhe të dhënat, po rezultojnë fakte të reja që duhen sipas tyre të mblidhen të gjitha prova dhe zoti Veliaj të jetë në arrest me burg me qëllim që të mos i helmoj këto prova apo të mos ekzistojë rreziku që të prish. Pra ky është argumenti që ka përdorur prokurori. Avokatët kërkuan kohë, sepse bëj fjalë, ju thash, për 114 veprime hetimore, dhe kërkuan kohë për t'i parë një nga një raportin e kontrollit të apartamentit, çfarë është gjetur aty, çfarë ka kërkuar prokurori, cili është dyshimi se si është arritur në këtë apartament, a është sipas tij apo jo. Sepse ky apartament dhe libanezët se shumë 3 veta të jetojnë në një apartament i vogël edhe libanezët e Gazpaj. Rakipi nuk je fare i vëmendshëm sonte. Ju thash më përpara e ka patur në përdorim aktori Gazment Paja. Më përpara. Aktualisht, sipas avokatëve, e ka në përdorim me kontratë qiraje një çift i huaj libanez. Dhe prokurorët, pavarësisht se kontrata është në emër të 2 të huajve, pra kontrata e qiras, prokurorët thonë ne kemi dyshime të arsyeshme që na bën të dyshojmë që kontrollohet dhe përdoret nga çifti Xoca Veliaj. Dhe për këtë arsye, thonë ata, ne shkojmë te ky apartament për të bërë kontrollet. Tani se çfarë do të rezultojë, janë duke u kthyer të gjitha dokumentet dhe të reja. Nuk dihet pronari, se kush është pronari i këtij apartamenti. E pra, këtë s'po kuptoj unë se a është gazi tash unë pronare se duhet të jem me shumë rezerva në këtë pikë, në mos gabohem është në emër të kompanisë ndërtuese, por duhet të jem duke qenë se nuk pata siguri 100% nga mënyra se si është në seancë, ndaj jam rezervuar. Kompania ndërtuese kush është? Ky Kodës Diellit? Po, është në mos gabohem Agikonsi që vetë Gentian Sula është aktualisht në mas sigurie dhe dyrim paraqitje. Atëre, të reja kemi nga hetimet me Veliajn? Jo. Po, gjitha këto që të reja janë, se kontrollet... Në një gjithë të re tjetër? Qyra të reja koma? Tira me radhë, pyetja personave në hetim, këto janë... Të re tjetër, jo. Tani... Tu sa vinë dhe dalin të reja, thuja, patëm ngjarjen që sa po hymë në emision, ne, mam të ndodhi vratje. Shumë e rëndë. Po e rëndë nuk e bëm ne tani. Në total, i policisë së shtetit, se si nuk ka parandaluar atë sakë, të gjatë vrasë konfliktesh për plasë. Për ta bërë pak edhe për shkak se jemi se gradualisht pjesën e dytë, do kalojmë pastaj te zgjedhjet, se jemi edhe në situatë zgjedhore. Një lloj është çdo ditë, ndaj ne nuk e kemi meritur intensitetin, zoti Nazarko, zoti Tela nuk e ke meritur intensitetin e zgjedhjeve sepse është e një trajçme situata, është fushat, domethënë që hajde të bëjmë fushat, është ideja, po se çfarë dhe por mund të nxehet, moment si nxehen gjëra të gjitha në këtë vend, mund të nxehet dhe kjo situatë. Tani le të shikojmë një moment, ka ndodhur një shumë e çuditshme është. Vetëm opozita, domethënë ble vota, është arrestuar një 38 vjeçar për blerje votash. Klodi, është arrestuar njeriu, dyshohet se i ka premtuar një qytetari 500 euro në këmbim të votës për PD-n. Çfarë ka ndodhur konkretisht?
Si u zbulua ky rast? Lushnjë ka ndodhur? Po, është një qytetar i cili ka shkuar në policinë e Lushnjës dhe ka deklaruar që Milaim Leka, 38 vjeçar, më ka marrë kartën identitetit me mua dhe pjesëtarëve të familjes. Karta e tij identitetit është gjetur në banesën e personit arrestuar dhe ka pretenduar që ai ka kërkuar votën në favor të subjektit Partia Demokratike. Për këtë arsye, pas marrjes së dëshmisë dhe pas kontrollit në banesë ku është gjetur karta identitetit të kallëzuesit, policia e Lushnjës ka vendosur arrestimin flagrancë dhe më pas dosja është transferuar për kompetencë në prokurorinë e posaçme. Por që të jemi sinqert, Ylli, unë nuk mendoj se është ky në vetvete krimi zgjedhor. Krimi zgjedhor është një gjë shumë e madhe dhe është që për mua duhet jetë edhe ky fokusi i veçantë i prokurorisë posaçme. Si e shikoj unë krimin zgjedhor? Përdorimin e administratës, përdorimin e gjitha resurseve shtetërore në funksion të fushatës elektorale, përdorimin e miliona eurove që vinë nga krimi organizuar dhe investohen në fushat, miliona euro që investohen sa i përket këtyre udhëtimeve edhe takimeve të famshme me diasporën që janë zhvilluar rëndom, sidomos nga mazhoranca, por edhe nga opozita ka patur jashtë vendit. Ndikimi i krimit organizuar në sistemin elektoral, sepse nëse kap një individ i cili ka premtuar para për marrjen e 1 apo 3 votave, sigurisht që është fenomen shqetësues dhe duhet ndëshkuar, por nuk është ky rasti tipik. E di cili është rasti tipik? Kur administrata në një farë mënyre vihet në presion të tmerrshëm psikologjik me vendin e punës, ose i premtohen vendet e reja pune, ose i premtohen legalizime të tjera me radhë, në gjithë këtë histori, ky është krimi elektoral. Dhe janë milionat që shpenzojnë kandidatët për deputet për të blerë votat e tyre. Nuk besoj që duhet kapim atë qytetarin atje, ai le të vuajë dënimin për atë që ka kryer, por në thelb nuk është ky krimi elektoral. Krimi elektoral, praktika dhe koha na ka treguar që bëhet fjalë për struktura të mirë organizuara, ku janë edhe element politikës, edhe element krimit organizuar, edhe element të tjerë, të cilët bëhen bashkë për vjedhjen apo blerjen e votave në mënyrë masive. Ose marrjen e votave përmes presionit, ose blerjen e votave përmes premtimeve të ndryshme, vende pune, legalizime e të tjera me radhë, ose më pas shpërndarjen e parave. Historia pavarësisht është krimi i rënd dhe duhet ndëshkuar, por nuk është ky personazhi, ky 38 vjeçari. Ka patur, jo, e di pse e thash unë. Jo, unë e paraqita këtë si rast, si moment, sepse për 2 arsye. Se ka patur shumë akuza dhe kundërakuza me dispozitës dhe majorancës për këtë çështje dhe për shembull edhe doktori ka thënë që këtë ngjarje ka sajuar shiku. A që ka thënë që mund të jetë vërtet kjo që ka sajuar dhe shiku, Klodi, se ti kupton nga kjo gjë? Jo, nuk kuptoj ato, le ta jap shpjegimin zoti Berisha që e ka artikuluar, por problemi është që patjetër ne s'mund të jemi indiferent dhe unë jam me parimi që krimi zgjedhor duhet ndëshkuar në çfarë do lloj forme që shfaqet, por po them që nuk është rasti tipik. Pse duhet karta identitetit të shtëpia e dikujt për blerjen e votës, kur ai pa kartë identiteti nuk voton dot? Kjo është pak e paqartë. Ai pretendon që më ka marrë dhe do ma rikthente ditën që do të votoja, me qëllim që mos premtoja një subjekt. Se deri tani rezulton, e di pse edhe unë ngrita dhe si problem këtë, sepse deri tani janë zbuluar blerjes votash vetëm nga krahu i opozitës. Këtu gjithmonë votat i ble opozita, edhe hump është këta. Opozita është këtë hump. I vjetë votat, i ble dhe unë, si ka mundësi? Jo, nuk është zbuluar. 2 rastet më tipike që krimi organizuar dhe gjithë kupola politike është përfshirë në blerje votash, është në 2 dosjet e bujshme 339 dhe 184. Se duhet fillojmë, pastaj, mënyra se si drejtësia u soll me ato 2 dosje. Fakti që aty pati pastaj... Pra po meren me këto 2 këtë dhe nuk meren njëri me atë, jo këtë drejtë shumë ti. Do me thonë, ideja është që... Edhe t'japim të drejtë... Po përtuar që opozita. Do me thënë, problemi është që kjo të relativizosh nuk më pëlqen. 339 dhe 184 tregoj që krimi organizuar i qonte Edi Ramës... Po që ndodhi me 339 dhe 149? Pastaj pse drejtësia dështoj për t'i ndëshkuar është histori tjetër. Po drejtësia i fsheva ato. Por ama, rastet treguan që mazhoranca kishte krijuar një strukturë solide dhe të mirë organizuar për të vjedhur vota dhe për të intimiduar votues. Shumë e qartë. Historia tjetër pastaj ndaj unë nuk e konsideroj këtë rastin edhe pse duhet ndëshkuar dhe jam me parimi që gjithkush që shet apo blen vot duhet të marrë përgjegjësinë edhe të marrë dënimin që meriton, por nuk është kjo blerja e votës. Në Shqipëri tani po del krimi organizuar. Janë njerëz në Elbasan po bëhet kërdia, po rrifen shtabet elektorale.
për të votuar për një vajzë e cila nuk ka asnjë kontribut, e denoncoj dhe zoti Berisha, asnjë kontribut në politik, vetëm për shkak të përplasjes brenda klaneve të mazhorancës. Dhe këto janë fakte publike, se qytetarët po të shkosh në bazë dhe tulesh me ta, flasin dhe të rrëfejnë të gjitha historitë. Po në Elbasan është edhe një kandidate për deputete e opozitës, në fakt, jo kandidat, por kandidate për kandidate, e cila akuzon zoti Berisha që ka përfshirë në listë nga një familje caktuar. Po flasë për krim të organizuar, po flasë për këto akuzat. Edhe ajo ashtu thot. Edhe ajo ashtu thot. Tani, zoti Nazarko, Elbasani, Fieri, Durrësi, Vlora, Tirana dhe Shkodra janë qarqet kryesore ku krimi organizuar gjithkohës ka qenë prezent. Dhe ne kemi parë këto në dosje me zë, me figurë, me video, me audio e tjera me radhë. Kështu që këto janë fakte. Unë gjitha këto qytete i kam mbuluar në fushatat zgjedhore. Dhe di shumë mirë se si... Dëgjoj, po tani unë kam vajtur, zoti Dela e kam patur drejtor, në një fushat elektorale kam kapur 4 dënuar me një të vend kameras përpara një qendre votimi. Qartë. Do të thënë kaq e thjeshtë është. Por tani pra faktet u rasin në rastet konkrete. Kjo do të thënë sigur të ikim nga ky moment si mendoni. Jo, duhet të thënë diçka se. Thuaj diçka. Tela thuaj diçka. Në thënë me gjithë të propagandë që është ngritur që Spaku po ndërmerr veprime, po punon, po bashkëpunon me KQZ-n, me policinë, me prokurorin për të luftuar krimin zgjedhor. Ne dim nga përtes dosjeve që tha Klodi, po në 2021 ne kishim vetëm 3 raste të aferës blerjes votave dhe ishin të 3 raste të opozitës. Domethënë opozita bleu votat në 2021, qeveria fitoi zgjedhjet. Por ndërkohë dim që të gjitha rastet u referuan nga policia dhe policia e shtetit ishte protagoniste në Elbasan, kur ndodhi vrasja e famshme dhe nuk bëri asgjë për ta parandaluar atë vrasje dhe manipuloi ngjarjen, manipuloi faktin që në makinën e cila ishte protagoniste e gjithë historisë ishin dokumentat zgjedhore dhe doli shumë më vonë, pasi kishin mbaruar zgjedhjet, doli fakti që policia bashkë me prokurorin kishin fshehur të vërtetën e ngjarjes. Edhe në rastin konkret, ky është prapë një referim nga policia. Dakor? Dhe policia, shërbimi informativ, prokuroria, Spaku duhet të paktën që pas 11 majit ose brenda kësaj periudhe të na tregojnë që realisht kanë vullnet për të luftuar krimin zgjedhor dhe për të parandaluar ato që mendohet se mund të ndodhin zgjedhjet e 11 majit. Gjithmonë është qeveria që ruhet. Ikim në këtë moment, do kalojmë në një moment tjetër, por unë se kuptova. Ka ndonjë problem? Jo. Thënë, më shkruan dhe një miku i emisionit nga Amerika që e ndjek gjithmonë, Shaban Kozmaj, thotë se diku e përmendurin e kaluar unë, para 2 herësh dhe thashë në një moment, po e thash në mënyrë metaforike. Shaban i shkretë, dhe nga që e thash në mënyrë shumë, pas a ish miku i emisionit dhe njeri shumë i nderuar dhe respektuar, një njeri që i mirë paguar dhe si pensionistë të gjitha në Shtetet e Bashkuara dhe na ndjek ne dhe e falenderoj shumë, dhe ka gjithmonë shqetësime për vendin ton dhe vazhdimisht na shkruan. Po e kam marrë këtë fjalën çik kështu dhe unë, por po që se kam marrë vërtet shumë, i kërkoj pak ndjesë. Plotësisht ndjesë, jo pak. Tani, kalojmë një moment tjetër, Klodi, që ti ishe duke folur dhe dje se në një përplasje Kaplana i BKH, çudit Fierin dhe me Gjere kemi ne tani. Çka ka ndodhur aty, po shkurt që duam. Kaplana i shpjegojmë njëherë popullit Kaplanaj, se mbose e ka harruar Kaplanaj. Agrun Kaplanaj është i shkretari opozita. Malakastrës. Opozite që është me... Tani se cilën nga opozita të unë zdita ndaj, po ti që... Me djathtas, pra. Djathtas 12, 1912, po. Djathtas 1912, po. Pra, opozita. Opozita, po. Si është kjo punë tani që ka ndodhur aty dhe... Zoti Rakipi, unë kam patur një debat shumë tash për me zotin Kaplanaj mbrëmjen e kaluar, sepse ai kishte një qëndrim... E pashën që po kësa fytysh, por ishte edhe punë e Interit, dhe unë po shqikonja Interin, se jeni tifoz aty dhe... Nuk të ndoqja dot, nuk do të kisha lënë pa të ndjekur... Mos bëj kot se më shtruajte, kështu që... Jo, pasi kur mbaroi Interi, të shkojta kur mbaroi Interi, se pa mbaruar Interi, atëherë, historia me një urtë prokurorit të posaçëm, hetuesit e BKH-s kanë shkuar në qytetin e Fierit, sepse kanë patur për të kryer veprime hetimore për një çështje e cila sipas tyre konsiderohet shumë sensitive dhe një çështje që është në zhvillim e sipër. Detaje rreth aksionit dhe veprimeve
Me karakter zgjedhor, apo jo? Unë mendoj që përfshin shumë gjëra. Nuk besoj që është vetëm, zotin Nazarko, vetëm një pjesë. Ajo ka nisur nga krimi organizuar, por shtrihet në disa edhe në dek të administratës, edhe në Ka sfond zgjedhor, domethënë, apo jo? Mund të ketë, pra diku, sipas tyre, ka dyshime të forta që këta dyshime ishin duke i ndjekur, edhe sfond zgjedhor. Dhe ata kanë shkuar me autorizimin e prokurorit dhe një moment janë ndaluar në parkimin e biznesit të familjes Kaplana, i cili është një parkim i hapur, nuk ka asnjë vend që thuhet pronë private e tjera me radhë, pra praktikisht kanë ndaluar në rrugë dhe kanë ngritur dronin për të ndjekur dy subjekte, dy automjete. Në një moment, njëri nga punonësit e kompanisë së familjes Kaplana ka dalë dhe ka filluar të fotografojë dhe filmojë hetuesit e BKH-s. Hetuesit që benin në bodrum tani të Kaplanit? Nuk ishin në bodrum, zotri, ishin në rrugën e madhe. Në rrugë, Ishin në rrugë, kishin ndaluar makinën dhe po ngrinin dronin për të ndjekur subjektin. Hetuesit e BKH-s, për shkak të natyrës së punës, nuk kanë shenja të dalluese. Pra nuk e mbajnë BKH në shtëpinë apo diku. Mbajnë begjat e punës që i mbajnë të fshehura, vetëm në raste ekstreme, kur ka konflikte për plasje reagime, ata prezantohen se kjo është natyra e punës tyre, që ose ata shkojnë dhe kryen një veprim të fshehtë dhe thonë ne jemi BKH-ja, për çfarë e bëjnë atë veprimin. Ka patur një, nëse mund ta them, debat verbal, dhe hetuesit e BKH-s, pasi kanë informuar prokurorin, janë larguar nga ambientet e jashtme të biznesit të Kaplanajve. Çfarë ka ndodhur? Familja Kaplanaj, niprit dhe gjithë fisi Kaplanaj, ka vënë në lëvizje gjithë ingranazhin e vet në polici dhe ku ka mundur dhe në gjithë qytetin dhe kanë kontrolluar për kilometra për të gjetur hetuesit e BKH-s. Dhe afër rreth 4-5 kilometër, nuk mund ta them me saktësi, kanë arritur të shquajnë makinën e hetuesve të Byros Kombëtare të Hetimit, të cilët edhe në pozicionin ku ishin rivendosur, ishin duke ushtruar detyrën dhe 3 automjete kanë rrethuar makinën e hetuesve të BKH-s. Prej andej kanë dalë 2 nipat e zotit Kaplanaj dhe një punonjës i kompanisë dhe personat të tjerë dhe kanë filluar të godasin punonjësit e BKH-s, edhe pse këta të fundit pretendojnë në dëshminë edhe në prokurori janë prezantuar si punonjës të BKH-s. Pra kjo në këndvështrimin tim kalon te çdo imagjinate. Domethënë miti i të fortëve të zonës, të cilët edhe nëse dikush rastësisht ndalon aty në rrugë, në pronë publike, ata pa tjetër, pra imagjino, Tani çfarë del se duke si ngjarje banale? Jo, nuk është banale, Ylli. Nuk është fare banale. Mua më lejo ta kem të dyshim, ë? Patjetër. Po s'më lejove unë të rikem, të më fal. Unë nuk thash që më nuk lejo, lejohet, unë po të sqaroj dhe lejo të të shpreh një farë dyshimi. Jo, unë s'po të pengoj, unë po të them që ju mund ta shihni kështu dhe keni me të drejtë dyshime. Unë nuk e shikoj në këtë mënyrë. Fakti që hetuesit ishin me një detyrë, edhe sikur populli thjesht ishin, pra qytetarë të thjeshtë ishin, askush nuk ka të drejtën, pra nëse ke dyshime shkon denoncon në polici. Imagjinon, e di çfarë do të diskutonim unë edhe ju sonte, nëse nuk do të ishin hetuesit e BKH-s, do të diskutonim atë fisin Raja, që morën shkopat e bejsbollit, qytat e pistoletës dhe masakruan 2 kushrinj pa mbrojtur. Të njëjtën gjë do bënim ne. Sepse imagjino, BKH-ja ka ikur në punën e vet, ata kanë ngritur gjithë strukturat në këmbë për të gjetur se ku është automjeti. E kanë gjetur, e kanë rrethuar dhe kanë filluar t'i grushtojnë. Ky është fundi. Do të thënë, kështu e shikoj unë, le të dalë kush të dojtë më kundërshtoj për fakte që po. Tela kupton gjeti nga kjo. Që unë edhe nuk e kuptoj dhe mirë, të them drejtën. Se ka dhe gjëra që si kuptoj more. Në këtë histori publikisht ne kemi dëgjuar njërin version. Pra çfarë ka deklaruar zoti Kaplanaj. Është një version. Ky është me burime. Pra, kjo është çfarë ka mësuar Klodi zyrtar të BKH-s të prokurorisë. Jo, vetëm një njoftim për shtyp policisë. Jo, ka një njoftim të detajuar sot prokurorisë Fierit. I detajuar me të gjitha detajet. Të tyre pra të protagonistëve të SPAK-ut të BKH-s, nga ta nuk dim gjë çfarë ka ndodhur. Tani, kemi 2 pra dhe kur një grup personash, aq më tepër mendohet që mund të jenë punonësit më të specializuar të hetimit, shkojnë në një vend mund ta quajmë dhe provincë. Dakor, për të bërë një detyrë dhe zbulohen, është çik problemi i tyre. Po jetën në Shqipëri, Tela. Tash ti shkon për të mos u zbuluar, pra ti do zbulosh krimin, po nuk do të zbulojnë ata. Kështu duhet të ndodh. Po shkove në Mallakastër, Tela, 7 qytetarë ke gjithë. Dhe i 8 që do hyti... Po mbaj bargjë pastaj, mbaj atë BKH që të tremben njerëzit të ikin. Janë të vogla, janë zona aq... Lodja, kishin arsye për të trembur punonjësit e kompanisë së zotit Kaplanaj dhe vetë zoti Kaplanaj që ato li ta shpjegoj zotria.
Ta shpjegoj Po nuk zotëria. ta shpjegoj ti aty kë. Po që të shpjegon ta iminiente. Po ju pyes nga burimet që keni në prokurorinë e Për çfarë? posaçme. Nuk ka qenë subjekt zoti Kaplanaj. Nuk ka qenë subjekt. Ka qenë jashtë ambienteve të rrethimit të kompanisë BKH-ja. Nuk ka bërë asnjë shqetësim e Pra nuk ka patur shqetësim nëse zoti Kaplanaj ka kryer një vepër penale apo ka qenë duke bler vota. Zoti Tela ndjes. Ndjes. Pra nuk duhet të ishin zbuluar. Në momentin që u zbuluan dhe u vun presion, u rrethuan, ata nxorën kartat e tyre dhe thanë jemi të BKH-s ne. Dhe në momentin që ata Do ta kuptosh. Në momentin ata që thanë BKH-s, sepse nuk jo. Gjithë kanë frikë pastaj nga BKH-ja. Jo, nuk është kështu. Ata e ndoqën 4 kilometër, vunë në lëvizje gjithë ingranazhin. Kjo është njëra pjesë. Pjesa tjetër, nëse policia lokale është vënë në funksion të familjes Po i tha Kaplanaj, vetë, zoti Kaplanaj, me zë dhe me figurë mbrëm. policia, Ne tha kërkuam targën, tha dhe policia na tha direkt që është e paregjistruar. policia, po pra, Policia tha më kërkonte të tërhiqja nipat, po e tha me zë me figurë zotëri. policia është vënë në shërbim të tyre për të zbuluar. Këtë është problem tjetër pastaj. Këtë po thoja. Tani për para, kjo në të gazim do të, por këtu ka një... Jo se dua ta banalizoj, po ka një moment që mund të ndodhin Edhe gjëra. nëse Një minutë. BKH-ja ka shkelur ligjin, askush nuk i jep askush drejt, marrë dhe të të dhunoj. Po dhe BKH-ja nuk është përndije tani. Patjetër mund të kenë kryer shkelje. Mund të kenë kryer shkelje, gjëra, rregulla. Ta marrim. Edhe BKH-ja të mbarësi. E di çfarë mua më shokon në këtë histori? Ingranazhi shtetëror që vihet në shërbim të një familje. Ingranazhi shtetëror i Po cila policia ishte kjo? Po sepse zoti Kaplanaj pretendon me zë me figurë, thot, ne kemi kërkuar të dhëna për targën automjetit. Shefi komisariatit më tha që tërhiqi nipet tuaj se po përplase me BKH-n. Pra, dhe kur unë e pyeta zotin Kaplanaj, sa distancë ka ndodhur ngjarja nga biznesi juaj, ku kanë nisur, nëse mund ta themi konflikti, afër 4 kilometër. Po si është ndjekur makina e BKH-s? Pra, ata kanë filluar, familja Kaplanaj dhe gjithë ingranazhi, është vënë në lëvizje, pra kanë filluar, nuk kanë më besim, ata nuk kanë besim të shteti, ata janë shteti vetë. Dhe thonë, erdi dikush u ndalua këtu të rruga, ne do marim hak zotri, kjo më shqetëson mua, nëse hetuesit e BKH-s kanë kryer shkelje, ka procedura se si jetohen. Nuk mund të kapin shkopin e bejsbollit kujdo t'i teket në rrugë. Mund të ishin turistë ata. Dakord. Prandaj thash, dëgjuam atë versionin, është dhe kjo deklarata, por ne nuk e dim pastaj në fund të ditës se me kë është e vërteta, dhe aq më tepër përballë BKH-s, se sa forcë ka prokuroria lokale për të nxjerrë të vërtetën ashtu si. Tani përpara se të kalojmë te pika e fundit që është Kosova, që do mbetemi shumë disa minuta me Nazarkon kryesisht, po dhe me Telën. Unë kam dhe një pyetje të fundit që i eliminova disa pyetje, një për banka tola, do kemi të enën. Ishte shumë interesante. Po të kem zë dhe të hënën do të vi. Jo, zë do të përpiqesh me përdorë një ilaç në një. Në ditë e sot me zeri fitohet me? Në ditë e sot me ka mënyra që zerin e kthen. Tani, një drejtor tani se ka drejtor të ujrave. Fjali. Në proces verbal thuhet, në momentin që BKH-ja është prezantuar si policia, ata kanë thënë që policia jemi ne dhe kanë goditur hetuesit e BKH-s. Këta policia ka planje? Kanë thënë apo i kanë treguar Bexhin, se është tjetër gjë se proces verbali thotë gjëra të drejtë. drejt. Kur ata janë prezantuar si punonjës të policisë, të BKH-s, ata kanë thënë policia jemi ne, pra shteti jemi ne. Ky është problemi, për te incidentit, ky është problemi. Kam thënë ata. Po kush i dëgjoj? Kush i dëgjoj? Kush i dëgjoj? Po e di sa automjete kanë qenë Tela. 3 automjete, janë 20 dëshmitar, nuk është një histori Nuk që besoj ka se gënjejnë ata këtu, po tani ata janë si agallarat. është një histori Ti ikim ti momenti se nuk zgjidhim dhe konflikte, unë them që nuk dua ta banalizoj, po është një problem që ndodh, gjërat e tilla ndodhin në gjithë botën. Kam idenë, edhe në vendet më qytetërore. Kjo policin, të vret në vend. E në fakt i kam parë unë këtë drejtë. Duron në Britaninë të vret në vend, po të merr të lidh. Kam parë në për aeroporte unë disa lidhje dhe shtrëngime të tmerrshme në për aeroportet amerikane dhe jam tmerruar kur i kam parë. Prezantohen përpara, nuk të... Jo, kam parë dhe uniformë. Jo, kam parë dhe uniformën ata. Ati është autoritare dhe mbaron. Prek njeri, po. Po, zakonisht, këta duhet kena të kujdesin njerëzit tani që janë me të pak sekrete, kështu që nuk i shfaqin baxhat dhe këto, se për shembull ndodh rëndom, Klodi, për shembull, ndodh rëndom që unë, se për shembull duke ecur në Itali, ka patur njerëz miq të mi, të cilët duke ecur aty ka dalë përpara dhe kanë thënë policia. Ata nuk e hapnin pa shenjë identifikimi. Se mund të dalë një bandit, e kupton?
Patjetër. Mund dalin banditë, bëj keq ty dhe atëherë ti do të kesh një shenjë identifikimi patjetër. Në këto momente dhe do ta nxjerrësh atë. Nëse të ikim këtij momenti dhe të vim te një pikë tjetër që kemi pas të kalojmë te Kosova, drejtori i Ujësisë të Elbasanit e shtirë në SPAK si i lidhur me bandën e Suel Qelis. Drejtori të Ujësisëve këtë. Kësaj qëllin ujnë tani në përgjithësinë vendin tonë, problemet mëdha kanë në Zarko. Qill ujë dhe lidhje, bën lidhje vetëm me ujin, po me di llojet e ujrave. Çfarë është kjo tani? Kupton gjë? Po, zoti Luan Tabaku është pyetur nga... Luan Tabaku e ka ky? Po pse është pyetur? Djeni, më përpara hetosit e Byros Kombëtare të Hetimit i kanë kontrolluar banesën, vetë ai nuk është gjetur në banesë, ka qenë vetëm bashortja. Gjatë kontrolleve në banesë është marrë një celular, një laptop dhe disa shuma parash, diku të rreth një 8-9.000 euro dhe 9 milion lekë në mos gabohem, para shumë kjo ka qenë. Më pasi është bërë kontroll edhe në Zyrë. Rezulton që nga bisedat në Sky ECC, si pas hetuesve, ka dyshime të forta që mund të jetë implikuar në organizatën kriminale të Suel Qeles, sepse si pas tyre, janë ata të cilët në një farë mënyre kanë paracaktuar dhe kanë emëruar zotin Tabaku në pozicionin e administratorit të UKT-s në Elbasan, dhe më pas duke pretenduar që ardhe e ti në krye të këtij institucioni mund t'ju lehtësonte atyre marrjen e tenderave dhe për këtë arsye, zoti Tabaku është pyetur nga hetuesit e BK-s me njohjet që ka me Suel Qelën, vllajën e tij, por edhe babain e tyre, është pyetur për personazhe të tjerë të cilët dalin në komunikime dhe po ashtu është krahas tij janë bërë kontrolle edhe në banesat e disa zyrtarëve të tjerë dhe biznesmenëve të cilët dyshohen nga gjithë zbërthimet e komunikimeve në Sky ECC. Deri më tani ndaj zotit Tabaku nuk kam as sigurie, është vetëm si person në dieni, por nga ana tjetër duhet theksuar që hetimet atje më pas janë shtrirë me sa kam kuptuar nga mënyra se si kanë rrjedhur dhe janë zhvilluar ngjarjet, janë shtrirë edhe tek lojrat e fatit, sepse në aksion e sipër ka patur të dhëna dhe kanë rezultuar të dhëna që lidhen edhe me vepra tjera kriminale. Pra përveç organizatës, ka edhe vepra që kanë bëjnë me shkeljen e barazisë në tendrat, korrupsion në tendra, pastrim parash, organizim të palejuar të lojrave të fatit e tjera me radhë. Pra është një hetim që është duke vijuar dhe në kuadër të tij. Ka dhe sfond elektoral, me karakter preventiv, apo në një kuptim. Në çfarë aspekti se... Jo, në kuptimin që jemi në prag zgjedhje që ose goditen njerëz me ndikim. Zoti Tabaku, në mos gabohem, është koordinatori i Partisë Socialiste për qarkun e Elbasanit. Në këtë kuptim ka karakter elektoral. Në momentin që është sekuestruar një celular në shtëpi, është kontrolluar zyre, është marrë dhe celulari i tij personal. Mentori thotë që ka karakter... Ka dhe sfond elektoral. Preventiv. Për shkak të funksionit, po se çfarë rezultati do t'japi celulari i tij, se mund të ndodhë që ai të niset si lidhje për organizatën dhe mund të dalin aty dhjetra të dhëna të tjera që mund të nxjerrin në dritë të tjera detaje. Pra, unë jam në gjendje të them një gjë që është në vijim e sipër. Por që patjetër, për shkak të funksionit patjetër që edhe në këtë kontekst mund ta shohim. Në këtë kontekst do ta shohim thuaj. Unë këto kështë veçuar kishim dhe dy momente tjera, këtë që tash me zonjën Zamancinë do të tasërëm ditë në enë dhe diçka tjetër me Lalën, por koha është shumë e limituar për shkak se pjesën e dytë ne do të jemi te pjesa e fushatës. Por unë një moment shumë i rëndësishëm që e veçova jo gjithmonë gjërat i lidhen në fund kanë rëndësinë e fundit. Është shumë e rëndësishme sepse Kosova është pa qeveri dhe pa parlament. Aktualisht, në momentet që ne po flasim, bile edhe përpjekja e sotme rezultoi e pa suksesshme. Nuk u konstituua dot parlamenti. Tani, zoti Nazarko, e shtyrë sëri seanca për konstituimin e parlamentit. Duket një gjendje pa precedent. Çfarë po ndodh në Kosovë? Se konstituimi është një akt normal apo jo? Apo këtu ka veçanësi të tilla të cilat nuk ndodh? Ky proces? Po. Shikoni, pikpamje kushtetuese, pra rregullave të shkruara, po edhe të zakoneve të pashkruara që janë respektuar sa herë që janë kriju qeverit, është vënë re që ka norma, ka nene, cilat janë kundërshtim me njëri tjetrin. Dhe çfarë ka ndodhur? Cila është arsye pse nuk po konstituohet parlamenti? Po të flas për atë arsyeën që duket, dhe jo për atë arsye që nuk duket. Po flas për arsyeën që duken në fillim, pastaj për ato që nuk duken. Sipas një ligji që ka miratuar vetë kjo qeveri, pra qeveria vetë vendosjes, kryeministri dhe automatikisht gjithë qeveria e tij, në momenti kur certifikohet rezultati i zgjedhjeve, domethënë nga KQZ-ja, duhet të jap dorëheqje.
Kjo është e para, është një Pra Albin Kurti duhet t'jap dorëheqje. duhet kishte dhënë dorëheqje. Dhe ai nuk e jep. Jo, ai nuk e kishte dhënë, ë? Nuk e kishte dhënë sipas këtij neni, është neni 26 i një ligji të 2022. Ky ligj është në fuqi. Është në fuqi nga ndoshta shtator, tetor i 2000. Po, ligj në fuqi para 3 vjetësh. Po. E i miratuar nga kjo qeveri. Nga qeveria e zotit Kurti. Po, Kosova, ndryshe nga Shqipëria, ka një rregull të papajtueshmërisë së mandatit të deputetit me atë të ministrit, domethënë edhe të kryeministrit. Dhe në momentin kur Komisioni i verifikimit të mandateve ka shkuar, ka përgatitur një raport, dhe ky raporti duhet shkonte në seancë plenare, atëherë është parë që në raport me numrin e të pranishmëve nuk është marrë gjysma plus 1 e votave të pranishme që ky raport, raporti i Komisionit Verifikimit të Mandateve, të konsiderohet si rregull. Kjo u verifikua para 2 ditëve. Kemi patur një përsëritje të kësaj seance sot, por kësaj radhe nuk kemi patur votim. Pra raporti i Komisionit Verifikimit të Mandateve nuk u votua në seancë plenare. Dhe është tentuar të bëhet një konsultim, partitë e opozitës nuk kanë pranuar konsultim, kanë thënë hajde të votojmë, dhe kryesuesi i seancës, që është ai burri më i vjetër, babai i një viktime të ndjerë, domethënë që ka qenë aktivist i vetëvendosjes, zoti Dehari ka vendosur që ta shpëndaj edhe një herë seancën. Pra kemi 2 përpjekje të dështuara për të krijuar, për të konstituuar kuvendin. Çfarë do thotë kjo në gjykimin tim? Pra kjo është në arsyet e dukshme. Në arsyet e padukshme ose ato të supozuara, së pari konsiderohet ajo e takticizmit. Takticizmit të vetëvendosjes për të shtyrë sa më shumë të jetë mundur krijimin e qeverisë dhe duke fajsuar opozitën e cila sipas tyre nuk është konstruktive, nuk lejon që Kosova të tregojë seriozitet përpara faktorit ndërkombëtar, duke i themeluar institucionet me qetësi, me rregull, në përputhje me ligjin. Por takticizmi i vërtet, sipas opozitës, është ai që vetëvendosja e cila nuk është e sigurt për numrat që ka, pra për numrat, për shumicën që ka. Luan, do thoshti. Po, tenton që ta afroj momentin e krijimit të parlamentit për pasojë edhe të krijimit të qeverisë me periudhën e zgjedhjeve vendore, sepse në periudhën e zgjedhjeve vendore, pa jo do sa kohë? Ato janë Vjeshtën tjetër. Në këtë vjesht. Të vjesht është. Po, në këtë vjesht. Ata duan që fuqia... Pra ka një përpjekje taktike që të afrohet me kohën e... Fuqia negociale, vetëvendosjes rritet. Mjep Prizrenin t'jap një ministër, mjep këtë t'jap atë. Pra kjo është një shpik. Shiko, që të ndodhë kjo, ne duhet themi që se unë kam parë për shumë partia e... Dy partitë e mëdha nuk e duan koalicionin, apo ja? Po. Definitivisht. Po, apo mund të... 3 në fakt, 3 parti, po do të them dhe këtë gjë që... Edhe Haradinaj, po. Po, që ta kuptojmë këtë punë e takticizmit. Mendohet, supozohet që zoti Kurti i ka votat, teorikisht, pra zoti Limaj që në garë ka... Por ka një më shumë për shumë, ose 2 dhe shumë pak. Pritë se është shumë e bukur dhe kjo nuk ka dalë si kam në hapësirën shqiptare. Pra, me 3 votat, me 3 deputet partisë Limaj, bëhen 61 ose 62. Duhen t'jen 61, bëhen 62. Mi po procedura e Kosovës parashikon që në fillim zgjidhet kryetari i kuvendit. Dhe zoti Limaj ka kërkuar kryetarin e kuvendit. Frika e zotit Kurti, pa garancit forta nga zoti Limaj, është ne bëjmë kryetar kuvendi atë, po pasaj ai kalon me opozitën. Kalon me opozitën dhe... Ky është një skenar, dhe më thënë, i cili frikson vetëvendosjen. Që edhe mund të ndodhë. Në shqiptarët... Edhe mund të ndodhë. Dhe më thënë, ai Befas Limaj bet njeriu më i rëndësishëm i Kosovës. Sigurisht. Dhe më thënë, me ato 3 vota, në fakt, ai ka aksionet e arta, ai është kingmaker i Kosovës. Për shumë se kingmaker. Ai mund të rëzoj... Jo vetëm mund të rëzoj qeverin, po... Deri tani, këto duken se janë arsyet kryesore të dukshme, po dhe të padukshme që kanë krijuar këtë situatë në Kosovë.
tjetër? Im përmendë Kurti ka këto? partitë kryesore, tham 3 partitë kryesore. Procedura parashikonte që deputetët të betoheshin sot ose të betohen shtunën për t'i dhënë rrugë nisjes parlamentit. Thjesht procedurë betimi deputetësh. Por të dyja palët, pra majoranca, themi dhe opozita, po masin forcat, numrat, kush i ka më shumë numra. Dhe fakti që gjendet kjo artific për të fituar kohë, tregon që të dyja palët nuk janë të qarta për atë çfarë duan vazhdim. Sepse edhe opozita mund t'i bëjë dhe ajo numrat, 61, por të dyja mendojnë fundin. Pra nëse lëvizjeve vendosja mendon që bëjmë një pazar me Fatmir Limajn, po ende nuk është e sigurt edhe me pakicat. Pra sa nga pakicat... Me pakicat i ka, thonë ai. Jo, edhe aty ka problem. Sepse dhe ata pakicat nuk janë pakicat e famshme serbet, cilat ishin sigurt e ishin 10, edhe plotsonin korumin e nevojshëm. Edhe mes këtyre pakicave ka përplasje për postet ministrore, për deputetët, cilët do marrin, themi, bonusin nga Zoti Kurti. Dhe mendon Zoti Kurti që prap edhe me procedurën e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit përsëri fitoj kohë, me planin që edhe nëse arrin 61 apo 62 deputetë, prap qeveria është qeveri në limit. Dhe ndoshta për të pasur një zgjedhje të parakoshme bashkë me zgjedhjet lokale. Ndërkohë që plani i opozitës mund të jetë që kjo tentativë, një qeveri e përbashkët, teknike, ta shtyjë vendin deri në zgjedhjet e presidentit të ardhshëm, që janë diku në shkurtin e 2026. Pra këto janë dy lorat e opozitës dhe majorancës. Por kjo, çështja me zotin Limaj, pastaj është një gjë që përflitet, pra zoti Limaj ka pranuar që të jetë kryetari i kuvendit. Gjithë pikpyetja është edhe presioni i opozitës, pra zotit Haradinaj nga anave, ne hym bashkë, thonë, ne ishim bashkë në koalicion, nuk mund të marrësh gjysmën edhe tikësh. Nga anën tjetër zoti Limaj thotë se unë po e bëj për të mirën e Kosovës, Kosova nuk mund të rritë peng pa qeveri për një periudhë të gjatë. Që ta shpjegojmë, jo me të njëjtin pasion si të koleges të punë e Kosovës, ka dhe element tjerë. Çështje karakteri ajo, dhe ju keni qenë pedagogu im dhe e dini që kështu nuk ka ndryshuar, kështu kanë qenë. Se kam patur dhe pedagog. Kështu që e di shumë që kjo natyrë janë. Jo, po më vën hije me këtë, po do të tentoj që ka dhe disa element tjerë që meritojnë vëmendje dhe që ngjajnë të konfirmuar cilët janë element. Ka këto deputetët janë shpesh herë të pakujdesshme mesazhet që bëjnë. Këto si ne tani dhe kur rrinë atje që votojnë apo që kështu... Rinë bashkë në pushime. Jo, nuk janë nga pushime, fotografë. Rinë pushime pra të tre bashkë, pra, deputetja bosnjake... Fotografët i fotografojnë mesazhet që kanë shkëmbyer. Dhe njëri prej tyre, nga këto të partitë bosnjake, ka shkruar të Kurtit. Moski Meraki ka thënë se kemi edhe 4 vota të serbëve që do votojnë të listës serbe, do më thënë partisë Vučićit, këta thonë që është e lidhur me Beogradin. Po mirë, politikisht ata mund t'i marrin edhe tani. Prit, po shkot ministrja e jashtme duke llogaritur. Gërvalla. Po, Gërvalla, që mund t'i kenë këto vota, thot, e dim, thot, që Serbia, thot, do të na bëjë një skenar, thot, që do hedhi vota që të na implikojë dhe neve, thot. Mi po, s'dim, thot, ç'a të bëjmë, po e studiojmë, thot, se ç'a të bëjmë. Pra është edhe ky si skenar, nën skenar, fakt, që parashikohet që të ndodhë. Mi po, unë përpiqem që t'jap një shpjegim tjetër, sepse e nisa në fillim... Një shpjegim një vështis, sa mendon ti se vazhdon kjo punë? Kjo është, dhe më thënë, mungesa e... Nuk e din që... Zvaritet deri në... Po, nuk afrohet deri... Nuk kanë siguri, pra, nuk kanë siguri. Nuk kanë siguri ata, dhe ata po luajnë në një terren... I cilin sa e lejon ligji? Po pritani, se ata po luajnë një terren... Do të gjithet kryetari i kuvendit dhe pastaj aty fillojnë afatet. Pra brenda 15 ditësh zoti Kurti ata po luajnë të kjo zonë që është e parregulluar nga ligji. Se domethënë ata thonë po shko ti themi presidentes. Presidenti i thotë ktheuni aty, vazhdoni seancën. Ka as kompetencë presidenti, por ajo që doja të thosha një gjë që se m'fal, se i thon vetë zotit Kurti i thon pra, ti tani ke dhënë dorë që duhet ikësh fare nga nga kryeministria. Duhet ta delegosh zëvendës kryeministrit punën. Të gjithë ministrat duhet të largohen sepse ata si shtash kanë këtë nenin e papatëshmërisë mandate. Thonë, në momentin që ti jep dorëheqje, mos funksiono as si kryeministër në detyrë, i cili
e vazhdon detyrën derisa të vi pasardhësi. Siç ka qenë më parë ligji. Po, duan Siç ka qenë më parë. jo vetëm ligja, eshin neni pa shkruar gjithë kushtetutat. E kanë shkruajt vetë, jo, këtë të largimit nga detyra, e kanë shkruar vetë pa ditur që do vi ky momenti. Pra, edhe këtu jemi në një proces që do të vijojë, por deri kur? Pacaktuar. Shtunë në instancë Tani është në mënyrë të pacaktuar, domethënë nuk po kuptojmë se deri ku do shkohet, por Po kjo nuk mund të vejë një vit, apo jo? Tani shiko, nuk e kam aftësinë për të shtëm fallë, domethënë që them për Jo, po sa lejohet kjo? apo të bëj analizë. Që mund të kalohet në zgjedhje tjera pastaj se? Jo, nuk do shkohet në zgjedhje tjera. Siç tha me drejt Andi, ka 2 skadenca të cilat e kushtëzojnë këtë sjellje. E para është fushata për zgjedhjet vendore që bën shtator. Dhe e dyta, në shkurt zgjidhet presidenti. Atje ka një rregull ata tjetër, i cili interpretuar nga gjykata kushtetuese është rregull që fut Kosovën sërish në krizë. Sa ajo i thot, kur zgjidhet presidenti, e thot, në votimin e parë duhet të jenë patjetër 80 deputet pranishëm. Po nuk janë 80, atëherë nuk vlen seanca. Me këtë duhet të them që në historinë e Kosovës pavarur, që unë e kam konsideruar Kosovë të re, në jetën e shteti 17 vjet, 18 vjet, janë shumë pak, apo jo për të arritur pjekurinë. Një lloj se jemi në limite, Po. Dhe çfarë ka ndodhur shpeshherë, ose në raste shumë të rëndësishme, gjykata kushtetuese ka marrë vendime të cilat janë bërë burim krizash. Nuk i kanë zgjidhur krizën. Qartë, po vetëm i kanë obliguar. Ka ndodhur një gjë që e thot Hygoj tek Mjerët, dhe ti ke lexuar shumë letërsi. Dhe ai ka zgjedhur atje një fjalë latine, thot Mollenja, thot, bërë një glas. Me glasën u bë vishtulla. Me vishtullën u zun këmbët e Mollenjës, sepse u bë një gratë që zgjen këmbët. Pra, me këto lloj vendime që ka marrë gjykata kushtetuese, me këto lloj ligjesh që janë më shumë ka krijuar një situatë krize. Por t'i rënë për të kapur tjetrin, në fakt, tashti po bien peng vetë partitë që i kanë miratuar ato. Pra, partia vetë vendose ka miratuar një ligj. Një proces këtë në rrëtë shkosë. Ra vetë, po bie vetë i këtë. Një proces ne mendonim që mund të zgjidhej, por është një krizë që taktikisht ndoshta do të haj kohë dhe ajo nuk është e caktuar që do sot, do të nesër, do të pas nesër. Çështja e temperamenti, jo karakteri ajo që folëm. Temperamenti është karakterisht problem kur. Po është çështja e temperamentit dhe kjo është një gjë normale. Është shumë normale. Karakteri lind me njeriu, temperamenti ka gjasa të rregullohet. Po temperamenti nuk është rrezik. Filloi emisioni tjetër tani. Nuk është rrezik, nuk është rrezik. Kur të vim herën tjetër Nuk është rrezik. Karakteri kur ndryshohet është rrezik. Fillojmë këtë tezën Ylli. Tani. Se ke dhe pjesë të tjera. Një kemi. Pra, kjo ishte pjesa e parë derur të shikues. Në pjesën e dytë ne do të jemi me zgjedhjet dhe ne sot kemi për të mësuar diçka nga programi, po dhe nga interesat apo përpjekja e partisë Mundësia të Agron Shehajt, si do t'jetë në studio me dikë tjetër nga partia e vetë, me Barbara Dodën, dhe bashkë me Bushatin, që është afruar, duket e shohim tani këtu afër, dhe zotin Azarko do të vijojmë, kolegët e tjerë jenë shumë të falenderuar për këtë pjesë. U përpoqim, thoshim, dhe një, këtone po, aq sa mondim, tani edhe aq sa kuptojmë dhe ne, tani do t'jemi të pikërisht të Mundësia që në afron në Agroni. Që në afron Mundësia. A në afron vërtet Mundësi, ke Mundësi. Ta pyesim Agronin, të dëgjojmë, që të në thotë, dhe edhe ju të dëgjoni. Publicitet rikthejmë njerë.